Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar bashkëbisedimin me një mysafir tjetër, ashtu siç ju informuam paraprakisht, për të diskutuar për një temë e cila po ashtu ndëlidhet me të rinjt dhe me studentët. Fjala është për punësimin e tyre. Çështja e punësimit është e drejtë e garantuar për secilin qytetar pa dallim. Agjencia e Administratës është organi përgjegjës që kujdeset për procedurat e punësimit. Si ndodh një procedurë për një punësim të ri, cilat janë kriteret për avancim, a ka diskriminime përjashtim gjatë procesit të punësimit, si po vijon procesi i punësimit me shfuqizimin e balancimit, këto dhe tema të tjera sonte pra do t'i bashkëbisedoj me zëvendës drejtorin e Agjencisë së Administratës, zotin Muhamet Krasniqi. Mirëmbrëma zoti Krasniqi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta Edin. Kështu, po e fillojmë këtë bashkëbisedim me një pyetje të përgjithshme sipërfaqësore se Agjencia e Administratës si organ shtetëror dhe institucion është i njohur për të gjithë, mirë po funksioni kryesor dhe roli kyç cilin e ka kjo agjenci, zakonisht krijohet një huti për qytetarët se kur përmendet provimi i administratës, zakonisht ndëlidhet me Agjencinë e Administratës. Po saktësisht, si fillim na shpjegoni cili është roli kryesor i këtij institucioni. Faleminderit shumë për ftesën. Më vjen mirë që keni filluar të trajtoni tema të cilat ndoshta në të kaluarën kanë qenë të mbyllura për publikun dhe tani ky lloj transparencës vetëm se sa e shton themi edhe më shumë besimin në institucionin të cilën do thotë unë po vi. Agjencia për Administratë është një institucion i cili është i pavarur, është një port apo një gardë hyrëse për administratën publike. Ajo garanton procedura të punësimit të bazuara në bazë të ligjit, të merituara dhe duke trajtuar çdo kandidat në mënyrë të barabartë. Ky institucion jashtë asaj që e përmendet në hyrje për njohjen e saj më mirë që e ka në publik se është vetëm për punësim, ka edhe funksione të tjera të cilat i kryen me kujdes në përputhje me ligjin për nënpunës shtetëror. Dakor. Në momentin që ju zgjodhët në pozitën e zëvendës drejtorit në këtë agjenci, si e gjetët fillimisht kur filluat këtu me angazhimin tuaj? Kuptohet evident se çdo institucion, çdo organ shtetëror kur ka momentin e tranzicionit, themi, të funksionarëve të vet, përballet me sfidat dhe sikur çdo organ shtetëror tani më njihet me sfidat dhe vështirësitë të cilat i kalon brenda punës së vet. Për t'u rikthyer në retrospektiv mbi momentin ose periudhën kur keni marrë këtë përgjegjësi, fillimisht si e gjetët këtë institucion? Si çdo institucion tjetër dhe organ shtetëror, kuptohet se edhe Agjencia për Administratë kishte vështirësitë e veta që nga fillimi, ishte rënja e numrit të punëtorëve që ishin brenda Agjencisë për Administratë, një rënje shumë e dukshme prej 80 në 45 viteve të fundit dhe mund të themi se kemi mungesë të kuadrove. Një faktor tjetër dhe një pikë tjetër e rëndësishme është mungesa e digitalizimit të plot, të mirëfillt të agjencisë. Në fakt është evidente edhe në institucione tjera. Patjetër, po është e rëndësishme për shkak interesit të jashtëm në raport me këtë institucion. Pikë tjetër, themi kështu që është me rëndësi në këtë aspekt është se ky institucion është mjaft aktiv në punën e vet, mjaft është në komunikim të drejtë për drejtë me qytetarin dhe gjitha organet shtetërore, sepse kemi paralelisht të thotë komunikimin zyrtar me organet shtetërore të cilët e bëjnë shpalljen dhe nisjen e procedurave zyrtare, si dhe raportin me gjithë kandidatët potencial të cilët janë në aplikimin e sipër në ndonjë shpallje publike. Dakor. Ne përmendëm edhe në hyrje se zakonisht kur përmendet Agjencia e Administratës lidhet edhe me provimin që do duhet të nënshtroheshin në punësit administrativ të cilët pretendojnë edhe për të marrë edhe vendime pune, pra për të kaluar nga ajo faza që në shumicën e rasteve kritikohet çështja e kontratave të punës.
si mekanizëm për të pasur kontroll të punësuarit. Megjithatë, si qëndron puna me organizimin e provimit për nënpunësit administrativ, a është provimi vështirë apo si qëndron saktësisht organizimi i këtij provimi, sepse në shumicën e rasteve nga të rinj të cilët aplikojnë për të nënshtruar këtij provimi, ekziston një panik dhe një shqetësim sepse bëhet fjalë ndoshta për ndonjë material voluminos. Po, fillimisht filloj këtu nga fundi. Ai që mëson nuk ka nevojë të friksohet sepse është një provim shumë i lehtë. Përveç pjesës së provimit të cilën po e përmendni, nuk është i vetëm funksioni në si kuadre Agjencisë për Administrat. Agjencia për Administrat mirret me organizimin e plot të një vendi të punës në administrat, që nga themi planifikimi që bëhet brenda një institucioni dhe pastaj do thotë fillon me shpalljen publike të atij vendi të punës, më pastaj do thotë në kuadër të Agjencisë për Administrat bëhet selektimi i kandidatëve të cilët i plotësojnë konform kërkesave, kritereve të cilat janë parapame në shpallje. Më pastaj do thotë i nënshtrohet, është një kriter që vetëm ata 10 më të mirët në atë shpallje publike të cilat kanë pikë më shumë, i nënshtrohen fazës së provimit dhe 5 nga 10 më të mirët kalojnë në fazën e tretë, e cila është intervista. Dhe më pastaj prej atyre 5-ve zgjidhet një kandidat. Ju përmendet që do thotë angazhohet agjencia për gjitha procedurat e punësimit që nga fillimi, madje edhe planifikimi për brenda vetë institucioneve. Ne e dim gjashëm sikurse edhe audiencat që derisa ka qenë në fuqi mekanizmi balancuesit, përmes këtij mekanizmi është përcaktuar edhe nevoja për punësimin e kuadrove të ri në për gjitha institucionet që tangojnë sektorin publik. Tani si po funksionon kjo kur mungon balancuesi? Në kohën kur unë jam pjesë e Agjencisë për Administrat, nuk mund të them të bëj dallimin mes më herët sepse balancuesi ishte shfuqizuar para se unë të jem në atë vend. Është pak më vështirë përderisa neve po presim dhe jemi në kërkime sipër të themi një mekanizmi sikur që përmendet në opinion ligjit për përfaqësim të drejtë, që ndoshta ky ligj do të jetë një mekanizëm i fuqishëm për të rregulluar këtë raport, do thotë në mes komuniteteve që janë pjesë e themi punësimeve brenda një shteti. Edhe pse juristët edhe deputetët opozitar janë skeptik mbi përmbajtjen e këtij ligji që sa i përket balancimit etnik nëpër institucione nuk është e rregullon këtë çështje. Ky ligj do thotë vetë nëse tash do flasim, mbas edhe me profesion jeni jurist dhe me gjatë se keni rishikuar përmbajtjen. Po mund ta komentoj në dyja themi pozicionet këtë propozim ligj i cili është në procedurë, qoftë nga aspekti juridik që vetë emërtimi i saj ligj për përfaqësim drejt duhet të nënkupton se ky ligj rregullon do thotë një pabarazi, themi sistematike që është bërë në të kaluarën në raport do thotë me gjitha etnitë në vend. Unë besoj se nëse nisemi vetëm nga emërtimi i ligjit, e kemi edhe ligjin për përdorimin e gjuhëve, po ja që po has në problem përdorimi i gjuhës shqipe. Megjithatë, veç fakti se quhet ligj për përfaqësim, unë të paktën është çështja asaj që kemi dëgjuar interpretimet e juristëve edhe deputetëve, të cilët janë skeptik mbi përmbajtjen e kësaj. Patjetër. Shife, Abedin, ligj perfekt në Republikën e Maqedonisë nuk ka. E dini pse? Sepse nuk ka një kushtetut perfekte, nuk ka një kushtetut ideale. Zakonisht interpretimet të cilat bëhen të ligjeve të shumta janë për shkak një kushtetute e cila është fleksibile dhe nuk rregullon çështjet në mënyrë precize dhe parimore. Unë vetëm po du disa, unë këtu e kam propozim ligjin i cili është i parapam, domethënë për përfaqësim të drejtë, dhe disa prej neneve të cilët janë pjesë e këtij propozim ligji. Do t'i komentoj kështu. Thotë është në nenin 1, ligji i përfaqësim të drejtë, domethënë dhe adekuat, rregullon respektimin, afirmimin dhe avancimin
si dhe për cilin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë. Do të thotë faktikisht kjo është lënda e rregullimit të këtij ligji. Më pastaj, neni 3, paragrafi 2, thotë siguron të drejtë të barabartë në punë dhe avancimin si dhe nxitjen e inkluzicionit dhe përforcimit të kohezionit social pas vërtetimit në mekanizmat institucional dhe procedural. Domethënë, faktikisht këtu i bie se duhet ky ligj të siguron të drejtë, domethënë të barabartë të punës, pa marrë parasysh do thotë se cili është numri të punësuar. E nëse nuk siguron, atëherë me çfarë keni ndjerë disa nene? E kam shumë e qartë. E nëse nuk arrin të siguron, domethënë sanksionimin. Po sigurisht, mungesën e sanksionimit. Edhe një parim që është shumë i rëndësishëm tek ky ligj. Neni 5 i ligjit për përfaqësim të drejtë. Po të pyetem unë do të bëja një ligj shumë më të fuqishëm. Po unë pe komentoj këtë që është një propozim ligj, sepse mungesa e ligjeve që nga e kaluara për të rregulluar këtë çështje, edhe që mos diskutohet, sepse na e dim, për shembull, përmendet më herët mekanizmin e balancerit, apo dhe e dim se shtrembërimi do të thotë gjatë pozicionit të realizimit themi të punësimeve se sa ka qenë i madh, i keq përdorur. Na kemi nevojë krijojmë mekanizëm të fuqishëm ligjor, i cili në të ardhmen nuk do të diskutohet për performancën numerike, do thotë të komuniteteve brenda këtij vendi. Na mund diskutojmë në të ardhmen për çështje themi meritokracie dhe kualitative, por jo dhe numerike. Dakor, megjithatë për ta pasur qartë edhe publiku. Edhe një element, një paralelje krahasuese mes mekanizmit të balancuesit i cili është keq përdorur dhe ndaj të cilit nuk ka pasur hapësirë ligjore për të sankcionuar, ngjashëm është edhe ky ligj mund të keq përdoret dhe askush nuk sanksionohet. E tani, do thotë çdo ligj ka nevojë të intervenohet më pastaj me akte ligjore. Dhe unë mbas kësaj kornize ligjore e cila është para nesh, do thotë si propozim ligj, unë mendoj se duhet bëhet intervenimi më pastaj me rregullore të ndryshme nga ana e qeverisë dhe ata gjithë pa marrë parasysh politika shqiptare, qoftë pozitë dhe opozitë, duhet të jenë kujdesshëm edhe të vëmendshëm në dhënien e propozimeve të cilat janë të aplikueshme që ky ligj të jetë domethënë në interes të komunitetit tonë. Unë desha të ndërhyj te ky ligj se ky ligj i jep një rëndësi shumë të madhe Agjencisë për Administratë. Ky ligj parasheh formimin e një trupi koordinativ në të cilën një e mirë që është se kryesues i këtij trupi koordinativ është zëvendës kryeministi i parë. Do thotë, më pastaj aty marrin pjesë gjitha ministrat, që më pas duhet aty të ketë një raport. Tani nga perspektiva juaj kjo është e mirë, po nga perspektiva e kolegëve tu që janë jurist se kanë parë, kjo në fakt është edhe meta e këtij ligjit, për shkak se ky trup koordinues formohet nga qeveria dhe do duhet pra në nenin 11 nëse nuk gaboj aty figuron, dhe do duhet të jap raport sërish tek qeveria. Dhe kjo bie është kontradiktore sepse qeveria emëron atë trup koordinues dhe natyrisht që raporti nuk ka sens logjik që të jetë në kundërshtim me parimet e qeverisë. Për sa i përket figurave politike që janë të involvuara në këtë grup punues të këtij trupit koordinues, janë figura politike që janë kalimtare. Prandaj edhe në raste të keqpërdorimeve ose shkeljeve të këtij ligjit ekzistojnë rreziqet që edhe hatërmbetjet politike, inatet politike mund të transmetohen nga një parti politike që sot është në pushtet, kur vjen në shprehje punësimi një personi që nuk i takon atij tabori politik, ky ligj mund të shkilet dhe fare nuk evidentohet nga këto persona që emërtohen nga ekzekutivi. Kush atëra duhet të jep dikush përgjegjësi dhe llogari? Kush është ai që jep përgjegjësi? Kush ka dhënë përgjegjësinë të kaluara për mos themi për pikshmërinë në zbatimin e këtyre punësimeve, numrave të cilat janë të caktuara. E njëjta problematikë edhe këtu nuk është e precizuar. Po, e qartë. A e dini kur është bë numri më i madh i punësimeve të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë? Domethënë, kur ka pas marrëveshje politike, të cilat i kanë punësuar para futjes së mekanizmit të balancuesit. Me futjen e mekanizmit të balancuesit, këto numra kanë filluar të jenë themi jo aq si para vitit 2015. Domethënë, nuk ka ndonjë rritje, ka qenë një mekanizëm që në fillim është zbatuar shumë korrekt, më pastaj kur
i mësojnë lëshimet ligjore dhe zbrastirat, është keq përdorur, domethënë Abedin, në masë të madhe, dhe unë jam, po, të ketë jo një mekanizëm, të ketë edhe më shumë mekanizma, të cilët, dhe unë kam dyshimet e mia se çdo herë ekziston mundësia e marginalizimit të një komuniteti përballë ndodha një komuniteti tjetër. Zakonisht kjo ndodh, dhe nuk është se këtu nuk duhet të friksohemi. Nuk është se këtu duhet të jemi të lirë me thonë se gjithçka do të rregullohet, sepse ligjet në fjalë dhe në letër mund duken shumë të bukura. Nuk është se po e idealizoj këtë çështje. Por zbatimi në praktikë, zbatimi, prandaj po them, futja e akteve në ligjore që ka me rregullu, domethënë zbatimin e këtij ligji, do të jetë shumë në interes të shoqërisë. Tani edhe çështja natyrisht e skepticizmit është e lartë, sepse ato akte në ligjore duhet i fusin këta që nuk i kanë futur në nene të plota në brenda ligjit. Nga kush ne të presim ose të jemi optimist se do të futen akte në ligjore, nga ata që e kanë përpiluar këtë ligj nuk kanë parapa nevojën me fut nene të plota brenda ligjit. Megjithatë, nga aspekti juaj sipas jush është një shpresë që mund ta ndryshoj. Por pyetja në fillim, që pasaj kaluam në çështjen e ligjit për përfaqësim drejt dhe adekuat, pyetja në fillim ishte si po realizohet sot punësimi i do me thonë i të rinjeve, i profesionistëve në institucione publike në mungesë të mekanizmit të balancuesit. Do thot, ky mekanizëm, kur mungon, faktikisht gjithë procedura zhvillohet në bazë kritereve të cilët janë të parapara në ligjin për në punë shtetëror. Kriteret janë të njohura, do thot për publikun e gjerë. Të gjithë e dinë se do thot fillimisht fillohet me kusht kryesor është kualifikimi i përkatës, më pastaj për vendet të caktuara varësisht nga kategoria të cilën është vendi punës, kërkohet përvoja e punës, të cilën duhet dëshmohet. Mirë, këtu kur jemi tek përvoja e punës, sepse kur nxjerrëm njoftimin se juve do t'ju kemi mysafir, mesjerash ka pasur edhe pyetje nga publiku. Kur jemi tek përvoja që nevojitet në punë për të aplikuar në një konkurs publik, për një vend pune ose qoftë për një pozicion udhëheqës menaxherial. Tek çështja e përvojës së punës është e precizuar qartë që kjo përvojë pune llogaritet me profesionin që diplomon, apo fare nuk ndikohet nga profesioni ose diplomimi në atë fushë të caktuar. E qartë. Ligji për në punë shtetëror, domethënë është neni 2. Pika 5. Përvojë pune në profesion është periudha e regjistruar në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si përvojë pune në cilën punësuria e ka kalu në marrëdhënie pune, pas marrjes së nivelit dhe llojit të caktuar të arsimit dhe gjatë së cilës ka kryer punë dhe detyra që kërkojnë në një nivel dhe lloj të tillë arsimimi. Faktikisht, ky kusht parasheh që përvojë pune quhet periudha e punës në bazë kualifikimit përkatës që e ka arrit, do thot një konkurrent që është për shembull, po supozoj në profilin e jurist ose ekonomist, dhe ati nuk mund t'i llogaritet përvojë e punës periudha pasi e kanë kalu apo i kanë mbaruar studimet, nëse ai ka punu, do të thotë ndoshta siç shitës i thjesht. Duhet jetë përvojë konform kualifikimit të cilën ai e ka kry. Do të thotë nëse është jurist, duhet të ketë kry punë juridike ose në administratë shtetërore. Pra i bie që përvoja e punës në momentin që diplomon një student për ciklin e parë ose ciklin e dytë dhe prej atij momenti që regjistrohet edhe në Agjencinë e Punësimit dhe fillon me punë, ajo periudhë llogaritet periudhë punësimi. E qartë, bile do thotë neve kemi kur studimet janë kryer 180 kredi dhe më pastaj për vendin përkatës kërkohen 240 dhe ka plot aplikantë të cilët përvojën e punës e kanë pasi ta kenë mbaruar 180 kredit i kanë mbaruar dhe pasi e kanë mbaruar edhe pjesën e studimeve, edhe pastaj kryejnë edhe studimet postdiplomike, mirë po pas kësaj periudhe nuk ka përvojën e kërkuar, për vendet të caktuara është i kufizuar që ai të aplikon. Do thotë deri me një masë caktuar, faktikisht kandidati mund të aplikon, do thotë me konform kualifikimit përkatës që e ka. Te neve është një paradoks, do më thonë Abedin, që ndodhë, sepse ekziston mundësia shumë më letë
të bëhesh ndoshta edhe ministër, të bëhesh ndoshta drejtore, kështu me radhë, dhe mos respektohen këto, themi, procedura ligjore të cilët janë mbas ligjit për nënbut shtetëror, kur bëhet fjalë për administratorin në përpikshmëri, gjithë këto zbatohen pa asnjë fleksibilitet. Duhet të kalesh shumë filtra. Pikërisht këtu edhe ne kemi planifikuar pyetjet e radhës mbi atë që në vendin tonë edhe ju jeni dëshmitar që është krijuar një perceptim publik i përgjithshëm që asgjë nuk është e papartizuar, pa e aq më pak çështja e punësimit që një njeri që diplomon për të punësuar, e aq më pak për të avancuar, domosdoshmërisht i duhet një përkrahje ose një shtytje partijake. Kur bëhet fjalë për konkurset publike që hapen në institucione dhe procedura që kalojnë përmes agjencisë së administratës, si qëndron çështja këtu? A është vërtet e nevojshëm shtytja partijake ose politike në këtë rast? E kuptoj, është shqetësimi i përgjithshëm kjo, është edhe perceptimi i përgjithshëm i shoqërisë edhe më gjerë, se nuk mund ndokush të punësohet apo të fiton një vend të punës pa ndonjë përkraje të fuqishme partijake, mirë po ajo që unë mund të garantoj në kuadër të agjencisë për administrat, se agjencija për administrat trajton çdo kandidat pa ndallim të përkatësisë që e ka, pa dallim të bindjeve të saj që e ka, duke i dhënë tretmanin në mënyrën më të mirë. Dhe këtë e kemi dëshmuar, ata që kanë pas raporte me këtë institucion, e dinë fort mirë se aty kanë kalu, kanë pas themi dyshimin se ndoshta mund të kalon filtrin, kanë apliku duke shpresu se nuk mund të zgjidhet për shkak këtyre paragjykimeve të cilët ndonjëherë edhe mund të qëndrojnë. Por sa i përket agjencisë për administratë, tretmanit dhe gjithçka që varet prej procesit që zhvillohet aty, është mjaft transparente, çdo kush mund ta përcjellë atë. Komunikimi është shumë i qartë, duke mos bë asnjë dallim, dhe unë mund ta dëshmoj këtë se di plot të ri, të cilët kanë kualifikime të larta dhe kanë qenë themi excellent në kuptimin e kryerjes së studimeve të tyre dhe më pastaj kanë marrë guximin për të aplikuar në një vend pune dhe e di se sot janë ata pa ndonjë vizë partijake. Urojmë që t'jetë kështu, nëse kështu duhet t'jetë në fakt, është shumë mirë. Po kur jemi tek çështja e punësimit të studentëve, të rinjve që diplomojnë dhe i plotësojnë kriteret, çështja e diskriminimit në mbi baza etnike është një temë e njohur që shpeshherë politikanët e parapëlqejnë ta quajnë çështje e konsumuar sepse nuk ka më diskriminim etnik. Po megjithatë, kur po flasim për një agjenci të administratës që është përgjegjëse për këto procedura, si qëndron puna, ne këtë çështje kemi diskutuar edhe me mysafirë tjerë që kemi pas këtu prezent, me të rinj që diplomojnë brenda vendit tonë dhe kur aplikojnë në agjencinë e administratës në një konkurs të caktuar. A ka vlerë të njëjtë një student që diplomon, që ka diplom nga ta zëm një universitet publik shqiptar dhe një student që po ashtu mund të jetë shqiptar, por që vjen nga Universiteti Shën Kirili dhe Metodhi? Kjo është një temë shumë e dhimbshme për mua, Abedin, besoj që duhet të jetë edhe për krejt. Unë e kam thënë edhe një herë më herët, që nga momenti i parë kur kam shku në këtë agjenci, kam vrejtur, do thotë, një anomali dhe themi një paqartësi dhe një absurditet që është ligjor dhe që është diskriminues dhe që kryesisht i diskriminon komunitetin shqiptar apo studentët të cilët kanë studiuar në gjuhën e tyre anëtare shqipe. Dhe për mua është shumë brengë e madhe, besoj që edhe për opinionin e gjerë e tillë duhet të jetë. Për ndjem keq, do thotë, në këtë aspekt se shumë vite kanë kaluar dhe një farë mënyre është heshtur, nuk e di cilët janë arsyet dhe cilët mund kenë ato përfitimet nga heshtjet që janë bë përballë kësaj padrejtësie sistematike, ku që në fazën e parë të konkurimit dhe të aplikimit bëhet një padrejtësi në bazë koeficientit të universiteteve. Ky koeficient është shumë i madh, është dallim i madh, do thotë nuk është simbolik, është dallim i madh. Dhe fatkeqësisht kemi edhe universitete
të cilët neve janë ngritje e sipër, po investohet shumë në to, me mira student po regjistrohen aty, dhe të lihet në fatin e mëshirës, fati i këtyre studentëve, duke mos e ngritur asnjëherë zërin. Do thot, kanë përgjegjësi. Unë mendoj se kanë përgjegjësi morale që faktorët relevant që nga e kaluara, kanë përgjegjësi edhe unë. Sepse çështja është se miliona euro investohen në betonizim, po secili student profilohet që nesër ta ushtrojë atë profesion dhe kur i vije momenti që të aplikoj, sipas asaj që ju po deklaroni, i bie që është më i përjashtuar dhe ka një diskrepancë të madhe prej një kolegu të tij që studion në Shën Kirili dhe Metodi. Thuaj se me këtë diskriminim, apo me këtë lloj, sepse kur ka qenë mekanizmi i balancuesit, këtë mënyrë në mënyrë perfide e kanë mbyllur edhe e kanë fshehur. Kandidat të universiteteve të caktuara, tani nuk po du me përmend për hir të korrektësisë që mos të dëmtoj imazhin publik të tyre. Vetëse po flas raporti i universiteteve, do të thonë që janë në gjuhën maqedone dhe atyre në gjuhën shqiptare, është shumë i madh. Thuaj se që në fazën e parë, ky lloj i dallimit që krijohet është i pariparueshëm. Nuk mund të kalohet më pastaj, sado që nuk mendoj se a priori të studiuarit në një universitet dëshmon për cilësinë e kandidatit apo studentit që e ka. Ajo duhet të dëshmohet në praktikë, vetëm. Nuk mund për shembull një student veç se ka një diplomë të caktuar edhe tash ne ta themi se ky është më i mirë, sepse praktika dëshmon diçka tjetër. Shpesh herë në fazën e testimit jemi shumë të mirë. Mirë, po ky lloj dallimit që është në fazën e parë e bën, do thotë, të pavolitshme pozicionin e konkurrentëve të cilët janë shqiptar përballë, do thotë, studentëve që kanë kryer në gjuhën maqedone. Dhe unë këtë heshtje vite me radhë që është bë, se ky vendim është që nga viti 2014. Dhe aty kemi, do thotë, një rangim të universiteteve që është i panevojshëm, sepse nuk bëhet analiza shkencore në administratë që të vlerësohet se te ke kry në një universitet më prestigjos se sa tjetri. Po pastaj ka absurditete tjera që ky ligj i thot në këtë drejtim të rangimit. Vetëm i merr parasysh 1000 universitetet që janë më të mira të radhitura në nivel global, mbas ligjit Shangajt. Dhe të tjerat që mund të figurojnë shumë në pozicione të mira, ka student tanë që kanë kryer në Gjermani, ka në Britaninë e Madhe, por nuk është i përfshim në këtë një mishin e famshëm, themi, dhe më pastaj kur vjen puna e punësimit në fazën e parë, koeficienti i tij, e dini sa është më i vogël? Sa si qëndron? 4-1. Pra, edhe njerë për ta qartësuar për publikun, pra një student që studion në Universitetin Kiril dhe Metodi, qoftë edhe shqiptar, qoftë edhe komuniteteve tjera, por që ka diplom prej atij universiteti, i bie 4 fish vlerësohet më shumë se sa një student që diplomon nga universitete tjera publike në vendin tonë. Jo të gjitha, po me një pjesë më të madhe, me një pjesë të madhe, domethënë të universiteteve është ose së paku 2-1, tani dallimi më i vogël është me një universitet që shqiptar që radhitet i 4 në nivel shtetëror, edhe nuk besoj se do të thotë universitetet shqiptare nuk kanë rezultate më të mira edhe në aspektin e rezultateve që kanë dhënë ato përgjatë viteve që ekzistojnë. Tani ju po ngrisni një shqetësim temase serios për këtë, që është që deri tani është e vërtet që të paktën unë personalisht nuk kam dëgjuar. Po për këtë shqetësim, a janë të njoftuar rektorët e universiteteve brenda vendit tonë? Unë mendoj se po. Unë ta them kështu të drejtën, për hir të korrektësisë kam kërkuar takim me themi, ndoshta e kemi bë këtë në mënyrë themi private, duke shfrytzuar raportet tona që i kemi me Universitetin në Teres, sepse aty mendoj se dëmtimi është më i madh, mirë po pa dallim.
pa dallim. Unë mendoj se edhe a keni realizuar këtë takim? Jo, nuk kam realizuar ende, po pres të thotë që sa kohë po presin? Po, ndoshta brenda këtyre 2-3 jave neve kemi diskutuar këtë çështje pak. Unë kam filluar shumë më herët ta paraqes këtë si problem. Kam qenë i zëshëm, do të jem në vazhdimsi deri në momentin kur unë kam njoftuar për këtë çështje, unë kam njoftuar edhe faktor të rëndësishëm politik, të cilët kanë gjetë kanë dhënë arsye. Aty dashur të dalë sepse çështja është që megjithatë rektorët janë në pozicion që edhe ata janë vetëm kërkues. Mirë po ata që duhet ta bëjnë ndryshimin është faktori politik shqiptar që aktualisht janë edhe në pushtet. Jo, nuk pajtohem, Abedin. Nuk është ideja të pajtoheni, zoti Krasniqi, por ky është realiteti. Po, e qartë. Sepse ndryshimet ligjore kush mund t'i bëj? Është e qartë. Domethënë, kjo pjesa bie për me ditë se ka një problem, duhet të ngritet ky problem. Sigurisht. Për shembull, ti ke problem në universitetin që ti jep mësim, ju jepni mësim, dhe aty keni student që fati tyre duhet të vazhdon në drejtimet e caktuara. Dhe kur ti je njoftuar se ky student do të penalizohet për shkak të padrejtësisë që i bëhet, pse ky ka zgjedhur studion në gjuhën e vet amtare. Sakt. Ta shfrytëzoni të drejtë elementare mbasi. A ke ndëgju? Unë po ju pyes tash ju e pyetje retorike. Ke ndëgju ndonjëherë kësaj lloj shqetësimi? Jo, nuk kam dëgju kësi shqetësimi, tani po e dëgjoj edhe prej juve po kërkoj një sqarim. Përpos që keni kërkuar takim me rektorin e Universitetit Nën Tereza, këtë tjetër e keni njoftuar për këtë problematikë? Dhe në fakt, ku qëndron zgjidhja e kësaj problematike, sepse hapi i parë është dakord, zgjidhja e një problemit kërkon që njerë me e njoftë problemin në fjalë. Mirë po tani kur problemin ju e njihni mirë se jeni brenda aty, dhe kush duhet ta zgjidhë këtë problem? Kuptohet se këtu ajo më e mira është do të thotë largimi i pengesës ligjore që është tek ligji për nënpunës shtetëror. Të parin të cilën e kam njoftuar rreth kësaj, do thot prej politikës temi aktuale, ka qenë profesori Zeqira Ibrahimi. Unë kam e diskutuar, do thot, këtë problematikë, shqetësim në fillim, kam treguar dhe kam sqaruar se qysh dhe çka përmban ky lloj diskriminimi, dhe për hir të korrekcisë më ka dhënë përkroje maksimale, do thotë që kjo më pastaj të vazhdohet edhe në faktorët. Do thotë reflekton që ka ngecë, edhe po kundër përkroje që keni marrë nga zoti Ibrahimi deklarativisht, po i bie që procesi ka ngecë. Jo, nuk është se kjo çështje, do thotë faktikisht do një mobilizim më të madh të faktorëve, domethënë sepse duhet të intervenohet në ligjin ekzistues, që është ligji për nënpunës shtetëror. Tani, ju e keni si temë, e keni zhvilluar ligjin për arsim sipror. Po, e kemi trajtuar. Aty, në ligjin ekzistues për arsim sipror, në nenin 110, qëndron rangimi i universiteteve. Dhe aty, rangimi i fundit, e dini kur është bë, do thotë, për universitetet, para dikun 2-13 viteve. Këtë që të me kanë rejë edhe nga zoti Selmani nga bastë të ligjit, kjo du të bëhet brenda gjdo 3 vite së paku. Po, por me pas... E ta shti për shambur, ti mund të themi, bësh një universitet shumë elitar dhe ai mos tjetë as pak i përfshirë edhe për shkak suksesi që mund të ketë brenda disa viteve të shkurta, ai mos tjetë i përfshim në këtë rangim. Ligji e parashe rangimin, kurse ti nuk je pjesë e rangimit. Sakt. Po, pra, me fjalë të tjera i bie që studentët përjashtohen në bazë të një kriteri i cili nuk është i përdicuar. Qartë. Sepse këtë çështje saktë kemi trajtuar edhe me profesor universitar për çështjen e ligjit. Po, na precizoni sepse tani për tani zoti Ibrahimi nuk ka ndonjë funksion publik. Qartë. Dhe kush tjetër me këtë tjetër e keni diskutuar dhe prej kujt në fakt prisni që të ngritet kjo iniciativë? Tani diskutimet zakonisht janë bërë në raporte dhe zyrtare me gjithë ata funksionarë që kanë punë me Agjencinë për Administrat. Duke u sqaruar atyre, do thotë se cila është pengesa shpeshherë që kandidatë të caktuar të cilët ndoshta me vite me radhë janë në ato vende të punës, nuk mund t'i fitojnë vendet e tyre për shkak kësaj pengese e cila është ligjore. Dhe kam komunikuar, ja kam sqaruar dhe besoj që
një masë e madhe funksionerëve të cilët janë pjesë e organeve shtetërore, këtë më vetë se e kanë të ditur. Unë, kur thua kush pret, unë brenda një kohë të shkurt, pres që do thotë kem një takim me zëvendës kryeministin e parë, zotri Bekim Sali, rreth kësaj çështje për diskutuar dhe të sqaruar në mënyrë të detajore. Unë pak ja kam sqaruar edhe më herët këtë proces në raportet të cilat i kemi pas, themi kështu, ndoshta jo zyrtare, me të vërtetë do thotë ka shpreh interesim jashtëzakonisht shumë të madh për gjetë mënyrën e rregullimit të kësaj pike e cila është shumë e ndjeshme për neve. Sepse shoh edhe jemi në pjesën e fundit me që para jush kishim mysafirët e tjerë dhe tani koha nuk na premton për tu zgjeruar më shumë në këtë diskutim. Megjithatë, jeni optimist që kjo çështje mund të zgjidhet brenda këtij viti? Unë nuk mund të flas për faktor politik, sepse ne jemi organ i cili në mënyrë të përpikt zbaton ligjet të cilët janë aktuale brenda këtij sistemi politik që është. Po nëse nuk arrin, nëse nuk ndryshohet ky ligj, edhe nëse vazhdon kështu si është sot, kush është fajtor dhe barra mbi kë bie? Unë fajtor e zo vetën time, ju zo juve dhe gjithë i zo janë profesorët, janë studentët, janë familjet tona, janë prindërit tonë që asnjëherë nuk e ngritin zërin për padrejtësi që i bën. Fajtor nuk i llogaritet vetëm ata që në realitet mbi ata që është barra kryesore. Më pastaj, kur ky reagim të ketë një zë të qartë, të pa anun, pa interesa politike, kur është mirë i artikuluar dhe i formësuar. Unë jam optimist se kjo çështje mund të rregullohet. Sidomos, domethënë, ndoshta edhe në suaza më të vogla, së paku që këto rangime, domethënë disa prej universiteteve shqiptare të përfshihen te puna e rangimeve të cilët sot janë të komplet të marginalizuar dhe nuk janë pjesë e saj. Unë e kuptoj plotësisht zoti Krasiqi. Megjithatë, për një ndryshim ligjor të fajsohen studentët e prindërit pse nuk e ngrisin zërin, është pak absurde për publikun, sepse jemi në një situatë që ata që janë përgjegjës, nëse ju konstatoni prej këtij organi të posaçëm të Agjencisë Administrare se ky ligj me këtë përbërje është problematik, pse do duhet një mobilizim kur do duhet ata që janë përgjegjës të intervenojnë dhe ta zgjidhin këtë problematik? Kjo në base në kushte ideale të duhet. Unë e përfshina fillimisht edhe veten time. Sigurisht filluat me veten, po. E dini pse? Kush shkon te stomatologu? Shkon ai i cili i dhem dhëmbja, po. Edhe në këtë rast, kjo është një dhimbje për mua. Është edhe për gjithë neve si shoqëri. Gjatë rrugës duke shkuar te stomatologu nuk mund t'i fajsojmë kalimtarët, nëse nuk rregullohet ajo çështja. Prandaj stomatologu a do të problemi është zoti Krasniqi, problemi dhe barra kryesore është mbi këta që kanë funksione përgjegjëse. Patjetër. Domethënë vazhdimsi është kjo. Kjo barë bie në vazhdimsi, do thotë që nga e ka kaluar. Pse nuk është rregulluar, pse nuk rregullohet? Fillimisht neve po flasim pse është heqtur. Po. Pse nuk është publikuar kjo padrejtësi? Pse nuk është diskutuar rreth kësaj padrejtësie? Ku nuk dihet një gjë. E tani, do thotë fillimisht është guxim për me bisedu, për me ngritë si çështje, po. Edhe nëse është dështim në realizim të saj, përballja me dështimin është edhe ajo guxim. Nuk do duhet të ishte dështim. Pse do duhet të ishte dështim? Nuk e kuptoj. Po unë nuk e po llogaris, në opsionin më. E keni filluar këtë betejë, po me gjas jeni pesimist brenda vetes. Jo, absolutisht. Unë mendoj do thotë për një tash nuk jam pjesë themi premtimeve politike që unë premtoj se do të angazhohem në vazhdimsi në ngritjen e kësaj çështje. Do thotë edhe të njoftoj çdo mekanizëm, çdo organ që ka të bëjë, do thotë drejt për drejt me rregullimin e kësaj norme ligjore që të mund
të largohet nga ligji. Me aq kompetenca sa keni natyrisht. Do t'i krasniqi, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, ne këtu duhet ta përfundojmë këtë intervistë, me shpresë që mbase herën e radhës kur do takohemi këtë çështje mbase do ta keni të zgjidhur e të diskutojmë për probleme të tjera. Faleminderit shumë, Abedin, ishte kënaqësi për mua, patjetër se do thotë dëshira, vullneti për ndryshimin edhe kësaj dhe gjitha pengesave të cilat janë në drejtim të themi nevojave të qytetarëve në raport me Agjencinë për Administratë, çdo herë do të jetë në nivelin më të lartë, do thotë të duhur. Interesi nga ana ime është shumë i madh dhe unë jam optimist, themi se kjo çështje duhet fillimisht është mirë se është ngritur dhe më pastaj mendoj se edhe do të rregullohet. Dakor, faleminderit për kohën tuaj, faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.